أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Gjithë hamdi dhe falëndërimi i takon vetëm Allahu xhalla shanuhu, krijuesit të gjithësisë, vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej tij falje, ndihmë dhe udhëzim kërkojmë. Salatet, selamet, përshëndetjet tona të përzemërta ja drejtojmë njeriu më të dashur tek Allahu xhalla shanuhu, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi gjithë ato besimtarë të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. I nderuar imam i xhamis Haxhi Shefket Hoxha Recep Efendi Bekteshi, i nderuara kryesi i xhamis, të nderuar hoxhallar, administratën muftinisë, gjithë ju xhamat cilët jeni prezent, ju përshëndes me përshëndetjen islame. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira, begatit dhe mirësitë e Allahut qofshin mbi të gjithë ju. Gjithashtu më lejoni që në emër të muftiut të muftinisë së Kumanovës Haxhi Abedin Efendi Imeri t'ja u përcjell selamet dhe t'ja u bëj për hajër këtë tribunë ku dhe ju dëshirojmë mirëseardhje në tribunën e cila përbohet në temë mesazhe dhe urtësi nga çlirimi i Mekës. Pa unë për shumë kohë ja hapun fjalën hoxhës së kësaj xhamie, imamit Hoxha Recep Efendi Bekteshi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Të nderuar vëllezër, fillimisht ju përshëndes me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Unë si imam i kësaj xhamie, në emrin tim, në emrin e kryesisë së xhamisë dhe të xhamatit, fillimisht falenderoj institucionin më të lartë në vendin tonë, Myftininë e Myftinisë së Kumanovës, të cilët kanë ndarë që kjo tribunë këtë vit të mbahet në mesin tonë, në mesin e këtij xhamati, duke i falenderuar përzemërsisht që na kanë zgjedhur që të jemi pjesë e këtij aktiviteti. Gjithashtu falenderoj edhe Agën Hoxhën e fshatit Ramali, Hoxh Eshraf Efendi Ebibi, i cili do të na drejtohet me këshillat e tij në këtë temë të cilën është paraparë. Të dashur vëllezër, unë nuk e kam ndërmend që mbaj ligjërat me tretman të veçantë, thjesht si një kuqir
do t'ju deshta vetëm t'i falenderoj institucionin dhe hoxhën dhe gjithë operativën e Miftinisë që na kanë zgjedhur që ne të jemi një koqir të kësaj tribune. Lusë Allahu dhul xhelal që t'i kënaqur me ne. Lusë Allahu dhul xhelal na bëj të sinqert në fjalë, në vepër dhe çdo ibadet të cilën e kryjmë gjatë këtyre ditëve, duke lutur Allahu dhul xhelal na e pranojë çdo vepër, çdo ibadet të cilën e kryjmë dhe të dalim nga ky muaj me mëkate të falura. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum. Falenderojmë imamin. Tani është pjesa qendrore e tribunës ku ashtu siç jeni paralajmëruar për të folur më gjerësisht në lidhje me temën e shlerimit të Mekës është përzgjedhur nga Muftinia Kumanovës Hoxh, Shtef Efendi Bibi, imam në xhaminë e fshatit Ramali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Falënderimi takon Allahut xhalla xhelaluhu, paqja dhe mëshira qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë muslimanët të cilët i ndëgjojnë dhe i praktikojnë fjalët e Allahut dhe fjalët e Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Fillimisht përshëndes këtë organizim të kësaj tribune në krye me Miftiun, e falenderojmë për zgjedhjen tonë, të cilën e ka paraqitën ne të jemi ligjërues i kësaj teme. Një ashtu mon administrata e tij, sekretari dhe shokët e tij, imami i xhamisë, kryetari i këshillit, domethënë Haxhi Shefketi dhe me gjithë shokët e vet. Pra të gjithëve ju përshëndes me assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gjatë këtij muajit padyshim që ibadetet janë të shumta dhe inshallah Allahu i ka pranuar çdo ibadet që kemi bën, prej agjerimit, prej namazave të taravijës dhe çdo ibadet që ka bëhet në 10 ditën e fundit ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam secilën pjesë e ka ndarë dhe e ka vlerësuar, por jemi në 10.7 po e fillojmë me 10 ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë idkhun min an-nar, largim prej zjarrit të xhehenemit, inshallah të gjithë letohemi të largohemi prej zjarrit të xhehenemit. Tema e cila është zgjedhur është një temë e cila është ndëgjuar edhe viteve të kaluara, por si rikujtim ndaj fitoreve të muslimanëve ku veç ibadeteve shokët e pejgamberit dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është munduar me na treguar neve se na duhet ndonjëherë edhe forca. Dhe padyshim që po i shohim rrethonat në botë se pa forcë çështjet e fesë dhe dinit dhe jeta nuk vazhdon. Për atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jetoi 53 vjet në Mekë, lindi dhe zhvilloi jetë në Mekë. Por i erdhi momenti kur Allahu xhalla xhelaluhu me anë të malekut Xhibril po i thotë ja Muhammed, rrethonat janë ngarkuar dosh me shluan Mekë, vendlindjen. Dhe pejgamberi kur dul prej Mekës, e kthai ftyrën mas dhe po i thotë: "Wallahi innaka la ahabbu al-biladi ilay." Wallahi ti je vendi më i dashur tek unë, o Mekë. Por mos më pas nxjerrën njerëzit që janë brenda kur nuk kisha dalë. Por u obligu me Ebu Bekrin, di shok me dalë, me shku në Medinë. Por Allahu xhalla xhelaluhu e premtoi se një ditë do të vijë momenti që do të kthehet në vendlinjen e tij, por duhet një periudhë të kohës 8 vjeçare dhe duhet me u pjek rrethonat. Allahu në Kur'an thot: "Innal ladhi farada alayka al-Qur'an la radduka ila ma'ad." Ai i cili ta dërgoi ti Kur'an e Kerimin do të vijë një ditë, do të kthehet në vendlinjen tënde. Në atë ku linde, ku zhvillove jetë dhe do ta përgëzosh. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pa një ëndër dhe e dim dhe kemi të ndëgjuar prej qurësisë se ëndra e pejgamberëve është realitet dhe realizohet. Pejgamberi pa në ëndër se do të hije në Mekë me shokët e vet
me shku me bë umre. Allahu xhalla xhelaluhu e përshkruajtë në Kur'an. Kështu thon: "Laqad sadaqa Allahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunna al-masjid al-harama in sha'a Allahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faj'ala min duni dhalika fathan qariba" deri në fund. Kur e pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ëndrrën, i tuboi shokët e vet 1400 shok, sahabe. Dhe ju tha, veshni hiramat dhe me veti kurbanët, do të shkojmi në Mekke me bë umre, sepse e kam pa ëndrrën dhe ëndra duhet të realizohet. Si për shembull, ëndra e Ibrahim alayhi salamit kur e pa në ëndër me pre djalin e vet, ja bunayya inni ara fil manami anni adhbahuk, o ti vladi jam, tha unë e pash në ëndër se po duhet me të pre. Ismail alayhi salam tha ja abati fa'al ma tu'mar, o ti baba jam, tha bane atë çka jetë tu e pa, se unë jam durimtar. Domethënë duhet të realizohet ëndra. Pejgamberi Allahut për me realizu ëndrën i mori 1400 shok, i veshi me hirama, me kurbanat me veti dhe tha po shkojmë me bë umre në Mekë prej Medinës në Mekë. 450 kilometra me ecën dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me shokët e vet në muajt të cilët janë ashhurul hurum. Domethënë mi treguar Mekasve se na nuk jemi të ardhur me bën luftë, se janë muaj tash periudha kohore që nuk lejohet me bën luftë. Por jemi të ardhur me bën umre, me ziarat Qabën, se është vendinja jonë dhe është vendi ku neve na tërheq. U nisën në rrugë, ju dolën mushrikët e Mekës, para se mu afru në Mekë, ju dolën tha, ju nuk keni mundësi si vjet me hijen në Qabë. E randë. Me nijet me shkuën, e randë. Sahabët nisën të revoltohen. Thanë duhet me bën një marrëveshje cila ka emrin Hudejbije, marrëveshja e Hudejbijës. Shumë e randë, por e bereqetshme. Në fillim u duke shumë e randë, fundi ishte bereqetli, do të ndëgjojmë. Thanë si vjetë nuk keni mundësi me bën umre, duhet më kthien mas 10 viteve. Kushti i parë, mas 10 vjetëve kur të vini me bën umre. Në një, pejgamberi Allah të thonë pranon. Po ban lëshime. E dita, kush bëhet musliman prej mushrikëve, s'ka drejt me ardhën tek ju me ju bashkangjit. Shkruje. Kush bëhet jo musliman, kush del prej islamit tek mushrikët me ju bashkangjitën, mundet. Shkruje. Një person me emrin Amr ibn Salama, një person me emrin ibn Suhejl ibn Amr, peshkun marrveshjen, dhe po i thot shkruje, pejgamberi thot të shkruje, Bismillahirrahmanirrahim. Thot jo, ne Rahmanirrahimin Zotin ta nuk e njohmi, por shkruje Bismika Allahum. Shkruje, lëshim prap shkruje. Shkruje min Muhammedin Rasulillah, prej Muhammedin pejgamber. Jo, nuk jemi të njoh pejgamber, por shkruje min Muhammed ibn Abdillah. Ndajkut. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po ban lëshime me këtë të kushtet. Sahabët, Hazreti Omeri, Abu Bekri qet, po revoltohen. Ja Rasulullah, a nuk jemi ne në hak? Tha po. Pse këto lëshime? Ne po dojmë me hin. Pejgamberi Allahu do të thonë qetësi. Shkruje. Dhe banan marrveshjen, tu e bën marrveshjen djali i atij që po shkruan. Po vjen të ngaren dhe po thotë unë pe pranoj Islamin. Apo pranoni ju mua? Pejgamberi Allahu thotë nuk kemi drejt se marrveshjen e kemi bën, ti nuk je të drejt, ti maje Islamin tan, por domethënë më një herë ka ndryshuar çështë. Por ajo është ka jemi marrë vesh, duhet të jese e njëjta, pa ndryshime. Pejgamberi Allahu u kthi dhe po i thot shokëve të vet, hekni hiramat, shkurtoni flokt, kush ka kon numre i din këto rregulla. Kur ta bani tawafin, e ban sa'in, shkon banesi, shkurton flokt, edhe në haxh dhe prat kurbanin. Pejgamberi apo të shokëve, shkurtoni flokt, hekni hiramin dhe prani kurbanët, asnjë nuk pendejon. Të revoltuam. Hini në një shtëpi e pejgamberi Allahu dhe po i thot gruaja vet Ummi Selma, ja Rasulullah, çka ke? I hidhruar. S'po më dëgjoj. Gruaja i tha kështu. Tha ja Rasulullah, tha dil ti, praktikoje vet kit, shkurtoj flokt dhe heke hiramin dhe preje kurbanin tan, pastaj ato kur të shohin tije e bojnë të njëjtë. Pejgamberi Allahut e mor mendimin e gruas së vet, ishte i qëllum dhe e bani të njëjtën dhe e ndëgjuan mas. Domethënë ndonjëherë pe kësaj mirë cilësim,
Nëse është mendimi i shnosh prej gruas, ban të mirët si ide dhe të praktikohet edhe në jetën e përditshme. U kthin prej Hudejbijës të mërzitur sahabët. Po i zbret meleku Gjibril, po ja zbret pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kaptinën inna fatahna laka fathan mubina. Ja Muhammed, do ta bëjmë ti një çlirim i qartë deri në fund, kur erdhi e përshujti Allahu xhalla xhalaluhu tërë, sahabët po ecin, po kthehen për në Medinë, Kurani Kerimi po zbrit, dhe ato po thojnë me neve, a thua, çfarë çlirimi ashtu fol pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kurse ne u nisëm me shkuar na kthin. Domethënë, po është absurde e pa logjikshme. Në rregull, kjo ishte në vitin 6 Hijri. Kjo ndodhi. Thojnë të dhënat se prej vitin 6 Hijri deri në 8 Hijri kanë hyrë në Islam, kanë pranuar Islamin numër më i madh se çka kanë qenë musliman prej ditës së pejgamberllëkut të pejgamberit deri te 6 Hijri. Domthon 13 plus 6, 19 vite. Për 2 vjet kanë hyrë në Islam shumë më shumë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në 8 Hijri, mosha e tij ishte 60 vjeçar. Pejman do të thotë pejman premtimin çka është fol. Duke qenë ki zhvillim në Medinë, në Mekke ishin 2 familje, të cilat ishin Beni Bekr dhe Beni Khuza'a. Njëna familje ju bashkangjet muslimanëve, tjetra familje ju bashkangjet mushrikëve. Beni Bekr ishte me mushrikët dhe ishte marrëveshja mos me pas luftë 10 vite, mos munguc. Tu kanë njëna prej natëve një person me emrin Suhejl i nxiti problematikën ndërmjet tyre dhe 3 musliman të familjes Beni Khuza'a në një vend të Mekës i mbytën. Dhe pastaj shkuan në Haram, edhe nga Qabës tjerët i sulmuan, me këtë u prish marrëveshja. Njënit prej tyre po i thojnë me emrin Amr ibn Salama, ja Amr, ban çka të bëjsh. Sa më shpejt të shkojsh në Medinë, t'ja çojsh haberin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mundohu hiç mos me pushuan, sa më shpejt duhesh lajmin me çuën në Medinë, me thonë ja Rasulullah, kështu ka ndodhur me ne. Dhe kemo rrugën dhe shkoj. Kur mrinin në Medinë, e takoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ishte në xhami. Ishte i vetëm, por me ta ishte një shok me emrin Hatem ibn Abi Balta'a. I shok ngat. Ki Amri po don me i tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam direkt, por s'po don të marrë vesh Hatem ibn Abi Balta'a, shka ishte ngat ki njeriu, se po don me ja tregu në sekretin, por i lexoj disa rreshta të poezish, mi tregu se ka ndodhur disa mbytje në Mekë. Dhe pejgamberi Allahu tha, nusirte ja Amr. Tha, fitove ja Amr. E kuptoi pejgamberi se çka është çështja. Dhe e pa një mjegull mbi ta, si shenjë fitore. Në atë periudhë, domethënë kjo është shumë çështje interesante që janë lidhë gjanat. Në atë kohë, krye e Mekës ishte Ebu Sufjani. Ebu Sufjani po vjen prej Mekës te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë për me zbutën punën, për me ndryshu çështjet. Kur erdh te shtëpia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, interesant se gruaja e pejgamberit ishte vajza e Ebu Sufjanit. 15 vite më herët Ebu Sufjani vajzën vetë se kishte pas pa. Dhe kur erdhi te shtëpia e pejgamberit, pejgamberi s'ishte në shtëpi, ishte vetëm se gruaja e tij, vajza e Ebu Sufjanit. Dhe po don me u ulën në shtratin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çika e vet, vajza vet po i thot, ti nuk mundesh me u ul, se pejgamberi është i pastër, innaka mru'un najis. Ti je babt kam. Po në këtë pozitë ti je njeri i cili nuk posedon iman, je i papastër, nuk mundesh me u ulën. Unë jam baba jot, ti je baba jam, por nuk mundesh me u ulën dhe me ulën në shtratën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse innaka mru'un najis. Dhe nuk e la. Tha, për këtë do të ketë pasojë. Ebu Sufjani po vjen me kërkuan ndërmjetësim për me ndryshuan, për me zbut punën. Po shkon te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po i takon
pejgamberi Allahut po bëhat se nuk po e din. Dhe Ebu Sufjani po mundohet me bind se s'ka ndodhur kur gjë, po kam ardhën marrëveshjen me ndryshuan, me i shtu vitet, me i bashkë më shumë vite ose me shtu ndonjë nen. Pejgamberi Allahut po e din sepse ka ardhën ki, por po bëhat se nuk po e din. E pasën s'ka zgjidhje, shkoj te Ebu Bekri, tha ka mundësi Ebu Bekr me ndërmjetësu ndërmjet mua dhe pejgamberit të Allahut që të bëjmë ndonjë marrëveshje tjetër. Ebu Bekri e tha fjalën ta, atë çka ka thonën pejgamberit ajo është vendimtare. Hazreti Omeri tha, te unë po kërkon ndërmjetësim, tha unë me mujtë në kokën ta ik. E pasën s'ka zgjidhje. Te Hazreti Osmani, një ashtu, jetë fjallë. Aliu, radiallahu anhu, jetë fjallë. Shkoj te Fatimi, hajde tha vazja, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ndoshta mos po zbutët pejgamberi Allahu ta. Ne jemi femra, nuk kemi të drejtë me u përzi në çështjet e burrave dhe çështjet e shtetit. Shkoj te nipi Hasani dhe Huseini. Tha, o ju, nipat e pejgamberit të Allahut, a ka mundësi me ndërmjetësuar? Asnjë nuk ndërmjetësoi. Domethënë e pa Ebu Sufjani se nuk ka zgjidhje dhe u kthei për në Mekë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thash kur i ardhi haber në betejën e Bedrit, si ka thirrën shokët e janë të dalmi në luftë, por e janë të dalmi ta marrmi pjesën e pasurisë tonë. Sa i përket Mekës, çlirimit të Mekës, po i thot Hazreti Aishës, banmi gati teshat e luftës. Seft. Banmi gati veshëmbathjen e luftës. Dhe po i thot, bëhuni gati për në Mekke, transmetimi tjetër thotë bëhuni gati për në luftë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk po don me ja treguar qëllimin se ku ashtu i çu shokët. Numri në Bedr ka qenë 314. Në Uhud ka qenë 700. Në marrëveshjen e Hudejbijës ka qenë 1400. Në çlirimin e Mekkës 10.000 vet. Numri i madh. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të planifiku këtë. Personi i cili ka nga pejgamberit kur erdhi Abu Sufjani me emrin Hatib ibn Abi Balta'a, e shkruaj e bani një lëshim, një gabim, i cili ndonjëherë një gabim, një shpion ban shumë dam në shoqëri. E shkruajti një letër me ju treguan Ebu Sufjanit dhe mushrikëve të Mekës se Muhamedi ashtu u ban gati për luftë, do të vene, do t'ju sulmoje dhe do t'ju fitoje. Po kujdes se ashtu u ban gati, e shkruajti. Por Allahu xhalla xhelalu kur don një nijet të pastër me kompletuan, e çoi melekun Xhibril dhe i tha ja Muhammed, çoi shokët e tu se ai dha një gruas dhe gruaja e mor në kucelat e flokëve, e mshefi dhe me çuan për në Mekë. Xhibrili po i thot, çoi di shok, Hazreti Aliin dhe Zubairin, çoi le t'ja marrin letrën, mos mrrinje haberi deri në Mekë. Në një vend me emrin Rawdat Khakh, e takun Hazreti Alia dhe Zubairi këtë gruan. Po i thojnë shkrimin çka ta dha Hatib ibn Abi Balta'a na jep. Nxirre. Thot se kam, nisi me u betuan. U revoltuan, pejgamberi Allahu ta me çdo kusht me ja marr shkrimin. I than, apo e nxjerr shkrimin, letrën, au la nanzi'anna thiyab, ose jemi të gatshëm me të zhvesh deri në atë moment kur ta xhojmë ne letrën. Duhet letrën me dhon. E nxjerri prej kocelave të flokëve. Po i thot pejgamberi Allahu, pse e bani ja hat? Tha on dashta me gjetën e strehim sa edhe nëse shkojmë në Mekë, të kam vend dikon ku strehohem. Se kam bën me niyet të keq ja Rasulullah. Hazreti Omeri po i thot ja Rasulullah, da'ni adribu unuqa. Lem çart. Ja pras çaf. Jo, tha pejgamberi Allahu, ta se ki ka marr pjesë të Bedr. Në betejën e Bedrit ka marr pjesë, sa Allahu xhalla xhalu i ka fal njerëzit që kanë marr pjesë në Bedr. Domethënë e la e fal. Tu u bën përgatitje për në Mekë 10.000 ushtar, 10.000 ushtar, 10.000 njerëz. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i përgatit dhe po i nis, domethënë për në Mekë. Nuk pe di në rrugën sepse e ndryshoi vazhdimin e rrugës, e dim se prej Medinës në Mekë ka 450 km rrugë. 3.000 prej tyre kishin kuaj, çka qertë ecën edhe në kam. Domethënë periudhë kohore çka duhet të marrë kohë. Kur u afrun në Mekë, afër Mekës 8 kilometra,
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha ndaluni. Dhe i urdhroi me dhez zjarr, dhe kallni zjarr. Pejgamberi kur dul prej Mekkës ishte me 2 vet. Po hi në Mekke me 10.000 vet. Urtësia e Allahut xhalla xhelaluhu se tha do të hini, do ta çlironi Mekkën aminin, të sigurt. Tu qëndruan në atë vend 8 kilometra pranë Qabës, pranë Mekkës, po vjen një njeri prej larg s'penjofin. Tu afro, kur po del migja i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Abbasi. Dhe pejgamberi Allahut kishte dëshirë që një miq prej tyre të jetë musliman. Ebu Talibi vdiq jo musliman. Ebu Jahli, Ebu Lehebi vdiq jo musliman. Abbasi erdhe dhe po e pranon Islamin. Po bëhet musliman, po e pranon në çat periudhë Islamin. Dhe po i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na kemi ardhur për në Mekë. Tha a ka mundsi Abbasi ta vinjë pejgamberit, a ka mundsi unë shkoj të foli me to para se me hi ju. Tha po. Tha çfarë shenje po mjafti mua që tregoj se e jotja është. Tha merre mushkën teme. E mor mushkën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam shkojnë në Mekë dhe po e takon Ebu Sufjanin të dal prej Mekës të shku për në Medinë. Ku po shkon? Tha po shkoj ta ndryshoj marrëveshjen në Medinë. Tha Muhamedi është para derës. Tha Muhamedi me ushtrinë e vet me 10.000 çat zam shka pe shoh mi larg. Është Muhamedi me 10.000 ushtar të vet. Tha ti ku po shkon? Tha atëherë po dorëzohemi. Ebu Sufjani tha atëherë po dorëzohemi. Tha duhet të dorëzohemi. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me ushtrinë e vet vazhdoi pastaj rrugën për në Kabe. E tu hi në Kabe, po i thot një fjalë. Ai i cili do të hijë në shtëpinë e Ebu Sufjanit është i sigurt. Ai i cili e mbyll derën e vet të shtëpisë dhe nuk del, është i sigurt. Ai i cili qëndron në haram në rreth Kabës është i sigurt. Nuk e prekmi, nuk e ngucmi. Ai i cili lëviz e sulmoi. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur afrohu nga Kabës, pra po hin Mekke, po hin Kabe, duke lexuar wa qul jaa al-haq wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa. Erdha vërtet. Dhe u shkrinje pa vërteta dhe më të vërtetë e pa vërteta nuk është e pavlefshme. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pastaj këtune i ka bën disa lëvizje shumë të mençura. Kur ka hyrë në Kabe, rreth Kabës kanë qenë 360 puta, zotat të Mekës. Ju ka dhënë shenjë me gisht, çdo put që është drejtuar shenjë nga ai, ka ra, është urxhu. 360 puta janë pastruar prej oborrit të Kabës dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka hyrë brenda Kabës me Bilalin dhe ka fal namaz brenda Kabës. Dhe i ka pa disa fotografi të Ismailit dhe Ibrahim alayhi salamit, i ka urdhëruar me hik. Kabja brenda në shprast. Ka veç ato direkt bazën e vet, dhe në shprast. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pastaj bani tavaf para Kabës 7 herë. Putat u pastruan. Mushrikët e Mekës e kanë dertin e vet çka ka me ndodh pastaj me ta. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po i thot Bilal Habeshiut, njeriu i cili një zullum të madh e pat prej mushrikëve derisa edhe gurt në barkja nun, edhe nun ka rob, ka sklav, ka shumë heki. Pejgamberi Allahut po i thot ku është Bilali? Bilal Habeshiu, etiopian. Tha afrasht. E thiri ja Bilal, tha hip mbi Kabe dhe thire ezanin. Bilali nuk mundet të mrrijën Kabe se Kabe ishte pak më e lartë se sa mund njeriu me mrrijën. Një kam e nojte Ebu Bekri, llogarit njeriu më i famshëm as pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, një kam penon në shpinën e Ebu Bekrit, tjetrën kam në shpinën e Hazreti Omerit për me mrri me hipën mbi Kabe, me realizuan ezanin e parë. To e thirë ezanin disa mushrikë rreth Kabës, po thojnë më mirë i shkon për mua në këtë moment më kanë në tokë se sa me përjetu këtë moment. Qetri thoi ke shqyqirë Zotit shka prindi jam ka vdekën më herët dhe kitë sorë të zezë me pa me thirë ezanin për mi Kabë. Domthon nuk mundshin ta pranojnë realitetin. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam himni me ushtrinë e vet, u kjo është vështirimi i Mekës dhe atje lexoj një dua la ilaha illa anta subhanak, një dua që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam
kur hini në Kabe, tha sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda. Allahu premtimin e realizoi, e ndihmoi robin e vet dhe i shkatërroi grupet tjera. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam duke qenë në këtë periudhë të çlirimit, mushrikët e kishin detën e vet çka të ndodhe me to. Dhe po na thonë ja Muhammed, çka kije me vendos me neve? Në Bedër pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ju tha 70 robëve të Bedrit, çdo njëri prej jush do të më mësuan shkrim leximin, 10 nxënësve musliman, pastaj jeni të lirë. Në çlirimin e Mekës, pa e derdh asnjë pikë të gjakut, pejgamberi Allahu ta antum tulaqa, tha ju jeni të lirë. Çka kije me bë me neve? A kije me na dënuan? A më kije me na mbytën? A kije me na robnuan? Tha ju jeni të lirë. Masi i liroj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në Safa, kodra Safa e cila është 130 metre prej Qabës, në drejtimin e njëjtë është edhe pusi Zemzem, ati bani marrëveshje edhe me burrat edhe me gratë e Mekës. Morë besimin e tyre, në një qashtë të anës po e shef një plak, dhe po i pyet, kush është kjo plak? Po i thonë është Halimatu Saadije. 50 vetë pejgamberi Allahut atë plakën se kish pa, tha inneha ummi, kjo është nana jeme. Dhe shkoj, dhe po qefoj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, tha kjo është nana ime. 50 vetë nuk e kish pa, jo nana e cila e lindi, por nana e cila e rujti dhe i dha gjë dhe i dha tanl. Tha inneha ummi. Pas kësaj, për ta rumbullaksoj, pas kësaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Mekke nejti edhe 19 ditë. Ensarët, Medinasit tani Rasulullah kishin ngajle. Pishtirën aton, ato të risht në Mekke apo kime ardhë me neve? Tha unë do të kthehem me juve në Medinë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nejti në Mekke edhe 19 ditë tjera, pastaj vazhdoi rrugën. Çato 19 ditë nejti në një khajme, u strehu në një shator, se shtëpinë qafiret ja kishin marrë. Nuk kish ku shkoje në shtëpinë e vet, por Allahu xhalla xjalaluhu këtë përshkruajtë në Kur'an duke thonë laqad sadaqa Allahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. Allahu e vërtetoi ëndrrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në hak. La tadkhulunna al-masjid al-haram, do të hini në shtëpinë e Allahut haram, aminin, të sigurt, muhalliqin ru'usakum wa muqassirin, do të shkurtoni flokët. La takhafun, mos frigoni, fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dhalika fathan qariba. Allahu e din atë çka ju nuk e dini dhe bani një çlirim të afërt. Ai është Allahu i cili e dërgoi pejgamberin e tij me bën hidayet njerëzimin dhe i mjafton Allahu xhalla xjalaluhu të jetë dëshmitar i këtyre gjërave. Dhe Allahu tha Muhammedun Rasulullah, Muhammedi është pejgamberi i dërguar i Allahut dhe shokët e tij janë shumë të butë ndërmjet veti dhe janë shumë të ashpërt ndaj armikut deri në fund. Pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me këtë e rumbullaksoi pra çlirimin e Mekkës, u kthi në Medinë. Për këtë kësaj urësit që ka mund t'i marmi se ndonjëherë Allahu xhalla xjalaluhu na urdhënon me shumë gjëra që ndoshta në fillim urtësit nuk i kuptojmë. Sahabët urtësit në fillim thanë pse po bën lëshime ja Rasulullah? Pejgamberi Allahu ta kjo është hajër. Në fund erdhi hajri dhe u shtiriu Mekkeja pa një pikë të gjakut. Si për shembull, gurin e zi Hazreti Omeri e ka puth dhe ka thonë unë e di se një guri i cili nuk ke dobi asdan, por e kam pa pejgamberin tu e praktiku edhe pe praktikoj. Prej urtësive shka si kuptojmë është me i ra mesteve. Mesteve me i ra men logjikisht do të mi ra mest nërkom, por Islami na thot kush ban meste do të mi ra mest për mi. Kja din. Do më thonë urtësit ndonjëherë nuk kuptohen, por janë ashtu duhet të praktikohen dhe ashtu që Allahu xhalla xjalaluhu na ka urdhëruar, një ashtu haku vanon, por vjen në vend të vet. U përzu pejgamberi Allahut, por mas 8 viteve u kthi i lumtur dhe me forcë të madhe. Urtësitë e Allahut janë mos me pas qenë pra e prishmja e marrëveshjes Beni Bekr dhe Beni Khuza'a në Mekke, pejgamberi ndoshta smujke me hi në Mekke.
Se marrëveshja ishte 10 vite, ajo u bë marrëveshja në vitin e 6, 10 vite më pas vazhduan deri në vitin 16, kurse pejgamberi Allahut ka vdekur në vitin 11 Hijri. Por Allah ka dashur që të ndodhe në atë formë që pejgamberi Allahut të vjen ta çlirojë Mekën, të kthehej në Medinë, të jetojë edhe 3 vjet në vitin 11 Hijri të vdesë. Dhe ka shumë urtësi tjera, lutim Allahun që Allahu të mësojë që Islami të lulëzojë, ne të kënaqemi me të kemi fitore të shumta, sepse në kohrat e fundit muslimanët janë të bën zullum, po zullumin toka nuk e bën venditash lulëzon dhe muslimanët do të jenë fitues inshallah. Lutim Allahun xhalla xhelaluhu që çdo ibadet që e bëjmë Allahut ne pranoje. Faleminderit për durimin dhe inshallah Allahu sevap çdo njeri çka mundohet në këtë muaj. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Falenderojmë hoxhën e nderuar. Tani keni edhe pak durim të aprofundojmë këtë tribunë ashtu siç kemi filluar me disa ajete koranore. Ju kisha lutur hoxhën e nderuar ngatorin e muftinisë Hoxh Shaban Efendi Aslani që ta bëjë përfundimin e kësaj tribune. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. الفاتحة.